Policia e Tiranës ka goditur disa grupe kriminale të cilët shisnin drogra të forta në lokalet e natës në zonën e ish-bllokut në kryeqytet. Sipas uniformave blu gjatë periudhës hetimore janë identifikuar 42 shtetas, pjesëtar të grupeve që ushtronin këtë veprimtari kriminale. Nga 33 masa sigurie që ka caktuar gjykata, u ekzekutuan 25 prej tyre, me masën e sigurisë arrest në burg për 24 shtetas dhe një arrest shtëpie. Ndërkohë, vion puna për arrestimin e 8 shtetasve të tjerë. Në operacionin bloku 33 janë sekuestruar rreth 2 kg kokain, 450 gram heroin, 2 pistoleta, 29 celular, 6 automjete, 4 peshore elektronike dhe shuma të konsiderueshme parash. Uniformat blu kanë shpërndar pamjet nga momenti kontrolleve në disa prej lokaleve në këtë zonë, duke zbuluar në këtë mënyrë edhe sende të palishme që zotëroheshin nga disa prej të arrestuarve. Sipas asaj që njoftoi Policia e Tiranës, hetimi për goditjen e disa grupeve kriminale që merreshin me këtë veprimtari të jashtëligjshme ka zgjatur disa muaj. Gjatë kësaj kohe në total janë identifikuar 42 pjesëtar, 9 prej tyre janë arrestuar më herët gjatë hetimeve, teksa janë sekuestruar edhe 85 kg kanabis. Ndërkohë, materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.